është intervista më e pazakon që do bëjmë sot. Ti punon në një shtëpi funerale dhe kemi shumë pyetje për të bërë. Jam gati. Nuk e di a do i kalosh do të pritshmëritë asaj punojëse së morgut. Po nuk është se tregojnë dhe një gjë të madhe ajo. Ja, nuk jam dakord të tani. Ta pranoj sot publikisht, ajo është një ndër intervistat e mia të preferuara, edhe pse duhet ta themi që ti erdhe fillimisht për të bërë intervistën tek Meska, ama ne menduam që më mirë të ishte pyetje përgjigje se na kanë ardhur shumë pyetje. Se mos vjesin nëse kam bërë seks me kufonat. Po pse mendon që do ta bëjnë atë pyetje? Po nga ato që kam parë këtu janë shumë gjëra ngacmuese që nuk i percepton dot truri. Jo se njerëzit të pyesin shpesh domethënë, nuk është kjo arsye. Pyesin si nuk pyesin, po jo ta mama ke bërë seks. Pyesin kur vjen ndonjë grua e bukur, ndonjë vajzë e re, si janë bërë, më pyesin, si e bën, kur i shikon lakurish për shembull. Po, si e bën ti? Po, prit, se do shkojmë edhe atje tani. Më thuaj, çfarë ere vjen vdekja? Ti që merr çdo ditë me trupat e vdekur, a ka një erë specifike? Ka, si nuk ka. Vjen erë të keqe. Imagjino të hasësh mish të prishur, gjëra të prishura që i keni lënë jashtë. Ashtu është edhe, ashtu erë vjen, erë keqe. Po është një herë që ne jemi mësuar, nuk jemi as të parët as të fundit të këtë zanat. Ditët e para kanë qenë të vështira, unë punoj në këtë biznes me babain tim. Ne kemi një shtëpi funerali dhe ai më ka qëndruar afër edhe kur më vinte për të vjell edhe kur kisha frikë. Tani nuk më bën më përshtypje. Nuk më përshtypje fare dhe babi merret vetëm me llogari tani. Unë pastaj me 3 punonjës të tjerë që kemi, varet si jemi me turnet dhe merremi me trupat. Kush ka qenë trupi i parë i vdekur që ke parë? I pari fare po thua? Po. Gjyshi im, ai vdiq në shtëpi, isha unë që e gjeta. Jo tamam, kështu, trupi i parë që ke përgatitur për në varr, që e ke futur në arkmort. Tek puna po pyet. Po. Okej. Ka qenë një grua në moshë. Nuk e mbaj mend arsyen pse kishte vdekur, po besoj ç'është moshe. Unë kam qenë diku te 24 vjeç në atë kohë dhe vetëm shikoja babin si e bënte gati. Nuk guxoja t'i afrohesha, ka qenë një proces gradual. I afroja mjetet babit, balsamin e këto që përdornim ne. Dhe avash pastaj nisa ta bëja si punë. U mësova, po herët e para kanë qenë të vështira se a e kupton trupi vdes, por vazhdon të nxjerr ujëra, lëngje të shpifura dhe është një punë që duhet bërë edhe ajo tipit që mos qelbet xhenazja. Çfarë ndodh në këto raste? I qepni nga poshtë që mos ketë rrjedhje? Çfarë pyetje shiko tani? Që ta shpjegoj se si është një ditë rutinë tek ne. Në kohën e vdekjes thirret një agjenci funerale. Zakonisht ne funksionojmë si me tip rekomandimesh. Pra, ose nëse ndodh ndonjë njeri rreth lagjes që ne kemi zyrat, ose dikush që na ka sjell një të afërm dhe ua sugjeron të tjerëve. Nuk është se bëjmë reklama shumë. Le të themi që nëse punojmë në një zonë, të vdekurit e asaj zone detyrimisht na vinë ne. Me miq, shok e kështu me radhë, se na marrin telefon, varet se ku vdesin. Ne mundohemi shumë edhe është detyra jonë kryesore të shkojmë në kohën e dur, në përputhje me dëshirat e familjes, për të marrë trupin në kujdesin tonë dhe të shkojnë në mënyrë të sigurt në shtëpinë funerale. Gjithashtu, nëse është e mundur, të flasim me familjen kur të arrijnë në vendin e vdekjes dhe do të pyesin se si duan ta vazhdojnë. Bisedat zakonisht përfshin zbulimin nëse familja planifikon ndonjë lloj vizite për
të ndjenjë, në të cilën ne marrim leje verbale për të kryer punën përgatitore, e cila përfshin në balsamin, i cili zakonisht kryhet menjëherë pas kthimit në shtëpinë e funeralit, por edhe këshyrje e trupit, se ka raste që kanë ngrirë në pozicione apo mund të ketë të çara. Plak që duhet t'i izolojmë, mos të kundërbojnë erë, por edhe mos të rrjedhin. Ajo që theti pak më parë. Pastaj kërkojmë familjes që të vinë në funeral të zgjedh arkivolin, por mund të kenë edhe kërkesa tjera që duan t'i veshin me X apo me Y rroba për shembull. Pra është në dëshirën e familjes gjithçka. S'më the, qa i bëni, i qepni? Po prit, se nuk është me po ose me jo kjo pyetje. Dua të shpjegoj çdo proces, se nuk duan që të merren gjëra ndryshe nga ajo që them, se janë pak punë cikletshme, me thënë drejtën, dhe ne sigurohemi të japim dinjitet njerëzve që ndrojnë jetë, se kur e thua kaq trash, a i qepni duket sikur ne i hapim, i qepim, i shqepim, dhe nuk është kështu, ndaj më lër të mbaroj dhe ta shpjegoj tamam. Kur jemi në funeral, aty ku ndjekim procedurat, fillon me një herë balsami dhe dylli që përdorim më shumë. Dhe duhet bërë shpejt, sepse ka më shumë rezultat. Kur bëhet sa më pranë kohës së vdekjes, ndaj duhet jetë edhe shumë shpejt. Duke bërë në kohë që jo gjithmonë varet nga ne, se mund të ketë trupa që kanë një kohë të gjatë që kanë vdekur, por kur bëhet në kohë, gjaku nuk ka mundësi të pikset, në enë dhe heqja e gjakut dhe lëngjeve të tjera bëhet më e lehtë. Balsami është një proces pas vdekjes me anë të cilit një lëng gruajtës futet në trup, në arterje. Dhe me qenë se sistemi vaskular tek njerëzit është një sistem i mbyllur, akti i pompimit të lëngut arterial të balsamit në arterje detyron gjakun e personit të dalë përmes sistemit venoz. Së pari bëhet një analizë e rastit të mbetjeve, cila është gjendja e mbetjeve, është i ndjeri dobësuar, është ai ose ajo obez, a ka gjendje sipërfaqësore të dukshme, siç janë kanceret, gangrena, deshkëmimi, rrëshqitja e lëkurës e kështu. Shpimet intravenoze, ose ndonjë gjë tjetër që mund të pengoj procesin e balsamit, ose që duhet të adresohet menjëherë. Pasi bëjmë këtë, kalojmë tek fytyra, sepse duhet të pastrojmë dhe izolojmë çdo rrjedhje. Duhet të bëjmë pastrimin dhe tharjen të gjitha indeve të mukozës dhe mbylljen e gojës dhe syve, si dhe ruajtjen e të ndjerit, nëse është e nevojshme, domethënë ta ruash. Dikur në kohët e vjetra, në shtëpitë funerale i qepnin buzët dhe syt. Pasi ndërsa indet thahen, ato mund të hapen. Këto ditë kemi ngjitës shumë të fortë për syt dhe goja mbyllet me tela, duke injektuar gjilpëra dhe gjëmba të shkurtra në vijën e sipërme dhe të poshtme të mishrave të dhëmbëve dhe duke i përdredhur ato si një lidhse për të arritur mbylljen e dëshiruar, domethënë. Kjo ka përfitimin e sigurimit që goja të mos duket e panatyrshme ose e rrudhur. Baba. Po tani, a më ftove? Për çfarë do flasim këtu? Unë nuk do të them që ato që nuk di. Do them vetëm ato që di. Dhe ato që ne bëjmë se për ne janë normale. Pastaj ti shikoje vetë, qa do mbash, qa do heqës, se ku di unë deri ku doni ju që të flasë? Vazhdojmë. Ku e lash? Po, tiparet e fytyrës. Pasi trupi të jetë pastruar për herë të fundit, edhe të jetë tharë,
një krem i veçantë shtrohet në fytyrë dhe ndonjëherë në duar për të ndihmuar në mbajtjen e indeve të lagështa dhe elastike. Nuk bën dot magji, duket si gjallë, por aq sa mundemi. Këto na ndihmojnë që të mbajmë trupin në gjendje të mirë. Pastaj jemi gati të veshim dhe të bëjmë ato ritualet e kozmetikës që ne bëjmë, po kjo në varësi të familjes. Gjëra minimale, u a bëjmë kur ka kërkesa ekstra, u a plotësojmë. Për shembull të kuq buzësh, ndonjë stilim e tjerë. Kozmetika ndryshon nga shtëpia funerale në shtëpi funerale. Unë preferoj kozmetikën e zakonshme, pa receta. Se sa atë të kozmetikës së morgut, e cila ka tendencë të jetë e rëndë, e ndryshme dhe me pamje normale. Kozmetika nuk ka nevojë të hidhet me lopata. Në fakt, unë përdor sa më pak që të mundem, ndërsa për rrobat, pastaj shumica e njerëzve përdorin rrobat e tyre që kanë patur ose një rrobë që se kanë veshur shumë, për shembull fustanet e nusërisë. Por janë kërkesë nga familja, gjithçka. Zakonisht jemi gjendje të veshim rrobat normalisht, por nëse personi ka shtuar shumë në peshë, shpesh detyrohemi t'i presim rrobat që t'i përshtaten. Pas kozmetikimit të të ndjerit, ai është gati për arkivol, domethënë. Shumë herë me një person jashtëzakonisht madh ne përdorim një vinç elektrik ngjitës të pajisur me rripa për ta vendosur butësisht personin në arkivol, domethënë. Arkivoli më pas vendoset në dhomën e dur të vizitës. Tani kjo ishte pak a shumë për atë pyetjen që ai qepmi. Një trup nuk i ngjan një tjetri, por mundohemi të izolojmë pjesët që mund të na krijojnë probleme dhe që mund të ketë ndonjë rrjedhje, domethënë. Mirë. Dikush na ka pyetur, ta lexoj një pyetje se ishte shumë interesante. Gjyshi im ishte në arkivol, kishim mbaruar përgatitjet në shtëpinë funerale dhe sa erdhen në shtëpi me arkivol, një lozë zbriti nga sytë e tij. Të gjithë u tmerruan dhe për disa orë askush nuk afroi mbi xhenaze. Morën telefonat atë agjencisë funerale dhe na thanë që është normale. Është normale? Unë nga ajo ditë me zifle nuk e harroj dot. Ju lutem jepni një shpjegim. E kuptoj shumë mirë, vajza apo djalë çfarë është, domethënë. E kuptoj si ndihet, se mua më ka ndodhur në fillimet e mia një episod pak a shumë i ngjashëm dhe gati sa, me thënë drejtën, gati sa nuk e bëra brek. Ishte një grua, me sa mbaj mend, nuk e mbaj mend moshën fikse, ja kisha rruar fytyrën, i kisha rregulluar tiparet dhe kisha filluar t'i injektoja përzierjen time normale të lëngjeve. Ndërsa po ja shtrija pak duart që t'i rinin në gjendje më të relaksuar, teksa po i shtypja pak, një nga duart bëra re se gishti i saj i majt po bënte një dridhje ose tkurrje të lehtë por të dukshme drejt llëmbës së dorës, sikur po përpiqet të kapte diçka. Fira babin dhe kush punonte me ne atëherë që të vinin në mënyrë që dikush tjetër të verifikonte se çfarë po shija. Me thënë drejtën u tremba shumë. Ata u futën kokat brenda dhe verifikuan atë që po shija dhe unë. Asnjëri prej tyre nuk kishte përjetuar diçka të tillë më parë. Doja të ndjeja sa e fort ishte dridhja, kështu që ndjeva dorën e saj dhe ndjeva sikur po më kapte mua. Isha shumë i tmerruar, por edhe i emocionuar, shikoja fytyrat e tyre sikur qa kisha zbuluar, se thash asnjë se kishe përjetuar më parë këtë gjë.
Por ata që pyesin veten nëse ajo mund të jetë gjallë ose jo, kjo zonjë ishte vdekur. Nëse dikush do t'ju pastroj hundën, syt edhe gojën me pambuk dhe pastaj ju pret në shpatull, qaf dhe ju gërmon enet e gjakut. Do të kishte reaguar direkt nëse do ishit gjallë. Kam pastruar edhe disa djemë që kanë ardhur gjysmë të ereksionit. Dhe një për tyre ka arritur në gjendje të plot. Gjysmë eksitimi, zakonisht ndodh kur presioni vaskular është shumë i lartë në atë rajon për shkak të kulmimit të dobët. Një bllokimi ose ndonjë pengesë tjetër që shkakton lëngje shtesë për të detyruar ereksionin. Me këtë dua të them që ndodh. Janë lëngje të mbetura, një pastrim apo një tharje jo e mirë. Është diçka që ndodh në gjuhën tonë, është normale, ndërsa për njerëzit është normale që të smerrohen pastaj se. Më the për të djalin që kishte patur ereksion? Po. Ka patur edhe raste tjera? Po, më ka ndodhur disa herë, por jo në gjendje totale ereksioni. Gjendja totale ishte kjo që ju thash. Po ty të ka ndodhur ndonjëherë? Çfarë? Të kesh ereksion kur paston trupat, është pyetje e vështirë, di, por ne ndaj jemi këtu, edhe ti ndaj je me mas, që ti përgjigjesh pyetjeve më të errta që dikush ka në mendje. Dhe në mendje na shkon, vetëm se këtu Nuk është çështje e maskës, është çështje etike që nuk do të them dot as po as jo. Domethënë nuk të tregoj dot asnjë rast sepse edhe pse jam me maskë, respektoj familjen. jo, nuk dua rast. E kuptoj sensitivitetin e gjës. Të ka ndodhur vetëm kaq më thuaj. Po, ndodh. Është njerëzore edhe pse nuk e ke mendjen aty, në ato momente është diçka e mbi natyrshme që ndodh, që nuk e kontrollon dot. Tani s'më ndodh, por kur isha më i vogël edhe më i ri, ndodhte. Kur kisha vajza të reja apo gra të shtrira në moshë të re. Ndodh, por dilja jashtë, qetësohesha, më vinte vështirë nga vetja, me thënë drejtën. Pastaj kalonte. Njëherë më ka kapur edhe babi, më ka parë, ai më ka qetësuar, më tha që ndodh, mësohesh me kalimin e kohës me këtë gjëra. Janë disa gjëra që ndodhin pa dëshirën tënde. Si u ndjeve në këtë intervistë? Mirë, është pak problem, domethënë të flasësh për punën tonë, po normal, si që prisja. Me thënë drejtë në prisja më shumë nga çmime nga ana juaj, po. Më shumë? Po. Kemi disa pyetje skandaloze që as nuk guxojnë që t'i bëj. Shumë mirë. E mbyllëm.